Ish-presidenti francez Nicolas Sarkozy hyri në burgun parizien të Lassantes, ku pritet të qëndrojë më shumë se disa javë përpara se të vendoset në arrest shtëpiak me një byzylyk. Kjo masë është rezultati i moshës së tij të avancuar, 70 vjeç, dhe gjendjes shëndetësore të papajtueshme me burgun. Megjithatë, këtë mëngjes, i shoqëruar nga bashkëshortja e tij, Carla Bruni, ai përfundoi procedurat burokratike si çdo i burgosur tjetër. Ish-presidenti hyn në burg i supozuar i pafajshëm pasi ka apeluar dënimin e tij për bashkëpunim kriminal në gjyqin e shkallës së parë mbi financimin libian që dyshohet se ka marrë për fushatën e tij zgjedhore të vitit 2007. Këtë mëngjes nuk po burgosin një ish-president Republikës, por një njeri të pafajshëm. Këtë mëngjes ndjej dhimbje të thellë për Francën, të poshtëruar nga shprehja e një hakmarrje që e ka çuar urrëtia në një nivel të paparë. Nuk kam dyshime vërtet do të triumfoj, por çmimi që duhet paguar do të jetë i madh, shkroi ai në X. Mbërritja e tij në burgun Lassantes ka krijuar trazira, jo vetëm për shkak të mbulimit mediatik të ngjarjes, por edhe për shkak se Sarkozy është takuar së fundmi me figura të shquara politike franceze, përfshirë presidentin Emmanuel Macron, edhe pse presidenti i Republikës ka deklaruar se e konsideron takimin me paraardhësin e tij për të shprehur ngushëllimet e tij si normal. Pjesa tjetër e të burgosurve mund mos e gjejë të përshtatshëm, edhe për këtë arsye, për të siguruar mbarvajtjen e tij, është vendosur që ndërsa është në burg, ai të mbahet në izolim. Ai do të lejohet të mbajë disa libra, një shall jo më të gjatë se 1 metër dhe disa sende të tjera personale. Megjithatë, ai do të ketë qasje në një televizor të vogël. Qelia e tij do të jetë afërsisht 9 metra katror dhe ai do të ketë drejt për një orë shëtitje çdo ditë, por në kohë të ndryshme nga të burgosurit e tjerë, ashtu si personalitetet të tjerë. Që nga orët e para të mëngjesit, një grup i madh njerëzish të thirrur nga djali i tij u mblodhën jashtë shtëpisë së Sarkozys në orën 8:30 të mëngjesit për të përshëndetur presidentin, për t'i treguar solidaritet në një kohë kaq të vështirë. Kishte miq të afërm, por edhe mbështetës të zakonshëm të ish-presidentit, të cilët kënduan vazhdimisht La Marseillaise, himnin kombëtar francez. Ai doli nga shtëpia dorë për dorë me gruan e tij dhe përqafoi disa nga të pranishmit para se të hipte në makinë. Pati momente emocionuese me shumë flamuj francez që valvitashin para se makina të largohej nga shtëpia për në burg. Një autokolon policie, gazetarë dhe mbështetës të zakonshëm, të cilët duan të jenë aty për Sarkozyn deri në fund e ndoqën. Ata u mblodhën gjithashtu jashtë burgut duke qëndruar në një distancë të sigurt. Pati broritje e inkurajimi ndërsa i kaloi nëpër porta. Jean-Michel Deroy dhe Christophe Ingrén, avokatët e Sarkozys, deklaruan pas mbërritjes së ish-presidentit se kjo burgosi është një turp, sot është një ditë tragjike për të dhe për Francën. Kërkesa për lirimin e tij është paraqitur tashmë, nuk ka rrezik të përsëriten faktet, as të shkatërrohen provat, pasi nuk ka as të ushtrohet presion mbi dëshmitarët, thanë avokatët. Ata shtuan se Sarkozy dëshiron të shkruaj përvojën e tij, pa drejtësinë që është viktim. Ky ndalim ja përforcon zemrimin, ai dëshiron të provojë pafajësinë e tij. Gjykata e apelit ka 60 ditë kohë për të vendosur. Kryetari i bashkisë së Ternit, Stefano Pendeki, komentoi gjithashtu arrestimin duke deklaruar: "Asgjësimi i Sarkozys është një kapitull i errët në politikën franceze. Ngushëllimi i vogël është se Italia nuk është i vetmi komb me një gjyqësor shumë të dyshimt. Europa po kryen vetvrasje në sytë e pjesës tjetër të botës. Tani jemi një popull në prag të zhdukjes. Kur ishim pushtues të botës, disa gjëra nuk ndodhnin sepse përdornim inteligjencën tonë."